Me rritjen e fluksit të pushuesve në Velipoje dhe shërbimi zjarfikës mbetet në gatishmëri të plot për përballimin e çdo situate emergjente. Deri tani sezoni veror paraqitet pa problematika të mëdha, ndërsa ndërhyrjet kanë qenë të kufizuara. Këtë vit ka qenë në përgjithësi gjendja më e qetë. Me përjashtim të një rasti në Luarz, ku ka qenë një zjarr i madh dhe i vështirë për të fikë, ka kërku shumë kohë e punë për të arritë dhe për të vënë nën kontroll. Shërbimi zjarfikës ka marrë masa për rritjen e gatishmërisë dhe reagimin në kohë. Në Velipoj për çdo vit krijon një stacion me efektiv, me automjetin zjarfik dhe me pajisjet zjarfikse për çdo rast që paraqitet për ndërhyrje nga ana jonë që kërkojnë komunitetit. Dhe jemi në gatishmëri të plot 24 orë në 7 ditë. Një rol të rëndësishëm në parandalimin e zjarreve kanë edhe pushuesit dhe bizneset që ushtrojnë aktivitetet në zonën e plazhit. Sidomos me bomblat e gazit të kenë kujdes dhe të mbyllen gjithmonë kur i përdorin. Gjithashtu për pajisjet elektrike, sidomos për kondicionerat kur i dalim nga shtëpia duhet t'i fikum, të mos nezen zjarre për të pastru parcela, bache, sepse nga një zjarr i vogël, nga një vatër i vogël, ai mund të krijohet i madh dhe me probleme të mëdha, edhe rrezikon pronën, rrezikon jetën. Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe bashkëpunimi me autoritetet mbeten element kyç për një sezon veror të sigurt dhe pa incidente.